أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Po vazhdojmë me ligjëratën e 83 të shpjegimit dhe leximit të veprës Maraki al-Falah Sharh Nurul Ida të Imam Shrumbulalit rahimahullah. Jemi më thjesht kemi përfunduar ligjëratën e fundit me kapitullin ose librin e haxhit dhe si zakonisht kur lexojmë në librat e fikut, në fund të kapitullit të haxhit ose të librit të haxhit, në përmbyllje të librit të haxhit, si zakonisht në të gjitha veprat gjendet edhe një titull apo një shtojcë e cila quhet vizita dhe zjarreti që i bëhet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Prandaj në këtë stil dhe në këtë metodologji edhe Imam Shrumbulali e ka përdorur edhe në veprën e tij Maraki al-Falah dhe e përfundon kapitullin e haxhit me faslin ose me titullin Faslun fi ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Vizita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë autori fi ziyaratin Nabi ala sabili al-ihtisar taban lima qala fi al-ikhtiyar. أما كان زيارة النبي من أفضل القرب وأحسن المستحبات بل تقرب من درجة ما لزم من الواجبات. Po filloj me vizitën e pejgamberit në pika të shkurta, pra jo të detajuara, autori nuk shkon në detaje, sepse thot vizita e pejgamberit alayhi salatu wassalam konsiderohet një nga afërsitë më të mira të karrub yani. Afërsitë më të mira dhe nga veprat më të preferuara dhe më të pëlqyera deri madje afrohet edhe në shkallën e obligueshmërisë, në shkallën e vajxhibit. Pra atyre veprave të cilat arrin në derexhen e vajxhibit. Për këtë arsye, fa innehu sallallahu alaihi wasallam harrada alaiha wa balagha fi an-nadbi ilaiha. Për këtë arsye pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka inkurajuar për këtë veprim. Na ka nxit që ta bëjmë këtë veprim, pra për ta vizituar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ku në mesin e këtyre inkurajimeve që ne ka bë pejgamberi alayhi salam janë edhe këto hadithe. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Man wajada sa'atan wa lam yazurni faqad jafani." Kush ka mundësi, pra edhe fizike edhe ekonomike, me që shkon në haxh, dhe kush ka mundësi dhe nuk më viziton mua, ai më ka injoruar në një farë mënyrë, dhe injorimi ndaj pejgamberit alayhi salam është vepër e ligë. Fa qala sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Man zara qabri wajabat lahu shafa'ati." Kush e viziton varrin tim, i obligohet atij shefati im, pra ndërmjetësimi im. Në një hadith tjetër thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Men zarani ba'da mamati faka'annama zarani fi hayati." Ata të cilët më vizitojnë mua pas vdekjes sime është ngjajshëm sikur të më kishin vizituar duke qenë gjallë. Wa min ghayri dhalika min al-ahadith, dhe thot ka edhe hadithe të tjera të kësaj natyre në për librat përkatëse.
ومما هو مكرر عند المحققين أنه صلى الله عليه وسلم حي يرزق. Ajo që është vërtetuar nga studiuesit e ri, pra minel muhakkikin bashkëkohor, është fakti, pra i fakti pa kontestuar, se pejgamberi alayhi salatu wassalam është i gjallë dhe furnizohet. Kjo është në bazë të ajetit ku flet për shahidët, po dhe për pejgamberët, se ato janë të gjallë të Zoti i tyre dhe furnizohen. Po pra, dhe kjo është vërtetuar, thot kjo, pa ndonjë farë dileme. Mirë po, pejgamberi alayhis salam pra kënaqet me të gjitha veprat dhe adhurimet që ne i bëjmë në praninë, pra përshëndetje dhe veprat tona që i bëjmë të mira, pejgamberi alayhis salam i përjeton ato. Mirë po, është i mbuluar nga shikimi i syve tonë. Kështu thot, wa annahu hujiba ala absari al-qasirina an sharifi al-maqamat. Ai ekziston, është i gjallë, wa yurzak, furnizohet, mirë po, për kapacitetin e syve tonë, që janë shkurt pamës, në kuptimin se këto sy nuk kanë kapacitet për të vrejtat më tutje, ai është i mbuluar prej syve tonë. لما رأينا أكثر الناس غافلين عن أداء حق زيارته. Duke parë, thot autori, një numër i konsideruar e njerëzve gafilin, janë gafil, janë të përgjumur nga e dhënia e hakut të vizitës pejgamberit alayhis salam. Nuk ja japin hakin vizitës pejgamberit alayhis salatu wassalam. أحببنا أن نذكر بعض المناسك وأدائها مما فيه نبذة من آداب تتميما لفائدة الكتاب فنقول. Pra, me që kemi vërejtur se ka disa njerëz që janë bërë koprac dhe që janë përgjumur në vizitën e pejgamberit, madje edhe kur shkojnë me vizitu, nuk ja japin hakun, nuk e kompletojnë ashtu si e ka rendin vizita e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Thot ne kemi vendosur, thot autori, që t'i përshkruajmë disa dobi dhe disa rregulla se si duhet bën këto vizita, të tmimen lil fajde, për t'i kompletuar mirësitë, fanekul dhe themi. Yanbaghi liman qasada ziyarat an-nabi an yakthura min as-salati alayhi fa innahu yasma'uha wa tablughu ilayhi. Thot ai i cili ka bën jetë me shku me e bë ziarat pejgamberin alayhi salatu wassalam, duhet që të shton salavatet, pra Allahumma salli Allahumma barik, të shton salavatet mbi pejgamberin alayhis salam, sepse thot pejgamberi alayhi salatu wassalam i ndëgjon salavatet e atyre të cilat i dërgojnë salavate dhe i arrin ato salavate përshëndetje pejgamberit alayhis salam. وفضلها أشهر من أن يذكر فإذا عايد حيطان المدينة المنورة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. Ato që ka janë nisë pra gjatë rrugës, i shtojnë salavatet, dhe kur të arrin të shtëpijat e para, ose të Medinës, normalisht autori përsëri flet për kohën e vet, thotë me që po arrin në Medinë, dhe kur të hyrë në hyrjet të Medinës, duhet që ta thuan këtë lutje. Allahumma inna hadha haramu nabiyika wa munbitu wahyika famnun alayya bid-dukhuli fih. O Zoti, ky është vendi, haremi i pejgamberit tënd, vendi i shpalljes së Kur'anit Kerimit. Famnun alayya bid-dukhuli fih. Prandaj ma mundso që të hyjnë në te, pra që të hyjnë në Medinë,
waj'alhu wiqayatan li minan nar, dhe këtë bëre mburoj për mua nga zjarri i xhehenemit dhe siguri nga dëshkimi. Wa amnan min al-adhab waj'alni min al-faizin bi shafa'ati al-Mustafa yawm al-ma'ab, dhe më bën mua pjesëtar, fitimtar, fitues të shefatit, të ndërmjetësimit të pejgamberit, pra shefatit pejgamberit ditën yawm al-ma'ab, ditën e kthimit kur kthehemi tek ai. Pra kjo është një lutje që bëhet në hyrje të Medinës. O yaktasilu qabla ad-dukhul, thotë është e preferuar që të pastrohet para se të hyjë, au ba'dahu qabla at-tawajjuh li ziyarati in amkana. Është e preferuar, mustahab, që të pastrohet para se të hyjë në Medinë, ose para se të hyjë në Medinë, po para se të shkonte vizita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa tatayyaba wa yalbisu ahsana thiyabihi ta'dhiman lil qudumi ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Thot veshët, parfumohet, e vesh rrobet më të bukura që i ka, për shkak të madhështisë, për shkak të madhërisë, për shkak të respektit që e ka ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam, sepse po shkon te mysafir të pejgamberit alayhi salam. ثم يدخل المسجد الشريف فيصلي تحيته عند منبره ركعتين. Pastaj thot hyn, jam syn xhamisë së pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe i fal 2 recate namaz nafile, tahiyatahu inda minbarihi, pran minberit të pejgamberit alayhi salatu wassalam, këtë sot janë in amkanahu, nëse ka mundësi. ويقف بحيث يكون عمود المنبر الشريف بحذاء منكبيه الأيمن فهو موقف النبي. Këto 2 recate i fal te minberi pejgamberit alayhis salam, po ai shtylla që është aty, thot duhet me qëndru në anën e djathtë, jo drejt për drejt para. Sepse edhe sutrën, kur e kemi shpjeguar më herët, kemi thonë se sutra duhet qëndron ose në krahun e djathtë ose në krahun e majtë, jo drejt për drejt para namazlijës. Thot duhet qëndron në krahun e djathtë, sepse ky ishte pozita ku falej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma bejne qabrihi wa minbarihi rawdatan min riyadil janna, kema akhbara bihi an-nabi. Sepse ajo çka është mes varrit të tij dhe minberit, mes varrit e vendi, është rawdatun min riyadil janna, është kopsht prej kopshteve të xhenetit, siç ka informu pejgamberi alayhi salatu wassalam kur thot minbari ala haudi, minberi jem është në kopshtin tim, pra, në xhenetin. فتسجد شكرا لله تعالى بأداء ركعتين غير تحية المسجد. Pastaj i fal 2 recate falënderim ndaj Allahut xhalla shanu, përveç atyre غير تحية المسجد, përveç tahiyatul masjid, çka është shukran lima wafaqa Allahu ta'ala wa manna alayhi bil wusul ilay, shenj falënderimin ndaj Allahut që ta mundsoi që ti të arrish në këtë vend dhe të pejgamberi alayhis salam. Thumma tad'u bima shi'ta, pastaj bën dua me çfarë të duash ti dhe si të duash ti, sepse lutjet nuk janë të kufizuara ose të përcaktuara. Pastaj prej këtu, thot Imam Shrumbulali, duke e mbajtur shikimin ulur poshtë, pra në një formë përullësie, në një formë në nështrimi, drejtohesh drejt varrit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kur të arrish përballë varrit të pejgamberit alayhi salatu wassalam,
i shqipton këto thënje, pra e përshëndet pejgamberin alayhis salatu wassalam duke thënë: Assalamu alejke ya sejidi ya Rasul Allah, Assalamu alejke ya Nabi Allah, Assalamu alejke ya Habib Allah, Assalamu alejke ya Nabiyur Rahma, Assalamu alejke ya Shafi'al Ummah, Assalamu alejke ya Sayyid al-Mursalin, Assalamu alejke ya Khatam al-Nabiyyin, Assalamu alejke ya Muzammil, Assalamu alejke ya Mudaththir, Assalamu alejke wa ala usulike at-tayyibin wa ahli bejtike at-tahirin alladhina adhhaba Allahu anhum ar-rijsa wa tahharahum tathira. Jazakallahu anna afdala ma jaza nabiyya min qaumihi wa rasulan an ummati. Pra, këto janë format me të cilat përshëndetet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra jepet selam. Ashhadu annaka rasulullah. Ka nevojë të përkthejmë atë apo jo? Janë përshëndetje me shumicë. Dhe thot: ashhadu annaka rasulullah qad balagta ar-risala. Thot unë dëshmoj, o i dërguari e Allahut, se ti je i dërguari i Allahut xhalla shanu. Qad balagta ar-risala wa adayta al-amana. E ke shpallur mesazhin, pra vahjin, e ke përhap dhe ke përmbushur emanetin. Wa nasahta al-umma wa awdahta al-hujja. E ke sqaruar i ke sqaruar argumentet, pra këtë. Wa jahadta fi sabilillahi haqqa jihad. Ke bën një xihad në rrugën e Allahut, me një xihad të vërtet. Wa kumta ad-din hatta ataka al-yakin sallallahu alaihi wasallam. Pra dhe e ke ngritur fen në çdo moment hatta ataka al-yakin, derisa të ka ardhur vdekja. Sallallahu alaihi wasallam. صلاة وسلاما دائمين من رب العالمين وعدد ما كان وعدد ما يكون بعلم الله صلاة لا انقضاء لأمدها يا رسول الله. Pra, këto janë format të lutjeve. Dhe vazhdon: Nahnu wafduka wa zuwaru haramika. Ne, thot, ja Rasul Allah, jemi, se ti them, delegacioni i jot, vizituesit tu. Wafd është delegacion. Të shërrefna bil hulul bejne jadejk. Kemi nderin dhe respektin që jemi paradurve tuaja. Wa kad gjetëna min bilad shasjatën wa amkinatun wa kad gjenake min bilad. Kemi ardhur nga vendet të larta, wa amkinatun baidatun. Kemi pas sfida gjatë rrugës, lodhje, po qëllimi jon ka qenë zijaret u kelli nëfuzi bi shefaate. Qëllimi jon ka qenë që ne të vizitojmë ti, o i dërguari i Allahut, për të fituar shefatin tënd dhe për të vizituar pra ti në këtë moment. Pastaj thot: al-mawudu bi shefatul wal maqam al-mahmud wal wasila. فقال الله تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. Pra thot Allahu xhalla shanuhu, e si kur të vinë të ti, pasi që e kanë dënuar veten e tyre, si të them, dhalemu anfusum, i kanë bërë padrejsi, zullum vetës së tyre. Festagferu, dhe kërkonin ata vetë ndjes, kërkonin falje. Festagfer lahumur rasul, dhe pejgamberi alayhis salam u jep ndjes, u jep falje atyre, ata do të kuptojnë dhe Allahu xhalla shanu do t'i falë ata, lewajadu Allah tawwaban rahima.
Allahu do t'jetë pendues dhe i mëshirshëm për atë që e falë pejgamberi alayhi salatu wassalam, pra më shkurt për atë që hin në shefatin e pejgamberit alayhi salam, Allahu xhalleshanu për atë është Tawwab dhe është Rahim. Wa qad jihna zalimin li anfusina, ne thot kemi ardhur që i kemi bo zullum vetës tonë, mustakfirin li dhunubina, kërkojmë falje për mëkatet tona, fashfa alena, ndërmjetëso për ne, ila rabbike, ndërmjetëso për ne të Zoti, të Allahu xhalleshanu. Wa as'aluhu an yumitana ala sunanike. Lutju Allahu xhalleshanu që neve të ndëgjon vdekje në sunetin tënë, në rrugën tënde. Wa an yahshurana fi zumratika. Dhe të ringjall Allahu xhalleshanu në grupin tënd, ku ti do të ringjallësh. Dhe që të pim ujë prej dorës, prej burimit tënd, wa an yuskina bi ka'sika ghayri hizaya wala nadama. Pra këto janë lutje. Këto lutje i përshkruan disa prej lutjeve autori, nuk janë detyrueshme këto, eksakt se nuk bën tjetër. Po, jep me kuptu një send që duhet që po e kesh kuptojnë të tjerët. Ne kur shkojmë të pejgamberi alayhis salam dhe kur i lutemi, pra kur kërkojmë, ne vetëm kërkojmë nga pejgamberi alayhis salatu wassalam ndërmjetësimin, shefatin që ai të ndërmjetëson për hir të autoritetit të Muhammed Mustafas, Allahu xhalleshanu të na falë mëkatet tona, gjunat tona, gabimet tona. Në këtë rast nuk shprehim adhurim, ne nuk e adhurojmë pejgamberin alayhis salam. As nuk i drejtohemi pejgamberit o Muhammed, falma mu këtë gabim, falmi mu gabimet, bënu mu kështu ose bërë mu ashtu. Sepse la yaghfiru dhunuba illa Allah. Pra ai që i fal mëkatet është Allahu xhalleshanu. Të i drejtohesh pejgamberit që ai ti fal mëkatet, ose të kërkosh të adhurosh pejgamberin, kjo është formë e shirkut dhe nuk ka dilemë për këtë. Por ne çfarë kërkojmë? Ne kërkojmë shefatin e pejgamberit, ndërmjetësimin e pejgamberit, që ai ti lutet me autoritetin e tij të pakontestueshëm, ti lutet Allahu xhalleshanu që të na e fal neve mëkatet tona. Ash-shafa'atu 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 ya Rasulullah yaquluha thalatha. Pra haxhiu paravorit pejgamberit atë shefatin, 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 o i dërguari i Allahut. Këtë po e kërkoj prej teje. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. O Zot, na fal neve, vëllezërit tonë të cilët janë konë para neve me iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ما آية. وتبلغه سلام من أوصاك فتقول. Ja përcjell selamet nëse dikush ta ka dhënë një selam për me e çu pejgamberit alayhis salam. Ti ke shku në haqë dhe unë të kam thonë, a ban nga unë në emrin tim ti qosh një selam pejgamberit alayhis salatu wassalam, thot autori, wa tuballighuhu selamun min men awsaka. Fatakul assalamu alayka ya Rasulullah min fulan ibn fulan. Selam e ke o pejgamberi Allahut prej filanit birit filanit. Pra dhe kjo është çështje e lejuar. Thumë të salli alejhi, dërgon salavat, pra të salli është kuptimin e salavateve, jo namazit, wa tad'u bima shi'ta inda wajhihi al-karim mustadbiran al-qiblata. Pastaj ban çfarë të dush duaje ti që dëshiron të bësh dua te koka, te fytyra e pejgamberit alayhis salatu wassalam.
Pastaj thot të të havalu kadre dhira, dhira është kjo pjesë, diku 60 cm për afërsisht, shkon më tutje dhe ndalesh te koka e Ebu Bekrit, radiallahu anhu, i cili është i varrosur po aty. تحاذي رأس الصديق أبي بكر فكوكا أبو بكر الصديق وتقول السلام عليك يا خليفة رسول الله يا صاحب رسول الله وأنيسه في الغار ورفيقه في الأسفار وأمينه على الأسرار جزاك الله عنا أفضل ما جزى إمام عن أمة نبيه فلقد خلفته بأحسن خلف وسلكت طريقه ومنهاجه خير مسلك وقاتلت أهل الردة والبدع السلام عليك o zavensi i të dërguarit të Allahut. Sepse khalifja është khalifet Rasulillah. Zavensi i të dërguarit të Allahut. Allahu shpërbleft me të mirat që ti i ke bau për këtë umet. Ti e ke shoqëru pejgamberin alayhis salam në të gjitha momentet më vështira dhe më kritike. Ke udhëheq umetin në formën më të mirë. Dhe thot wa qatalta ahla ar-riddati wal bid'a. Je ai i cili i ke luftu me shpat ata të cilët bën ridda, u tërhoqën prej islamit dhe ato të cilët bën risi. Dhe këto pra lutjet që ka i bahën Ebu Bekrit. ثم تتحول مثل ذلك حتى تحاذي رأس أمير المؤمنين عمر ibn al-Khattab. Pastaj pak më tutje, حول الذراع, kalonte koka e Omerit. فتقول السلام عليك يا أمير المؤمنين. Te para ishte ja khalifete Rasulillah. Sepse Omeri e merr I pari e me emrin Emirul Mu'minin. Assalamu alejke ja Emir el Mu'minin. Assalamu alejke ja madhhar el Islam. Është një forcë që e ka ringjall Islamin. Kuptimin e ka zgjeru Islamin, ka qenë madhhar, ka qenë Assalamu alejke ja mukassir el asnam, që I këthi idolët, putët. Jazakallahu anna afdalul jaza. Nasart al-Islam wal muslimin. E ke ndihmu, e ke avancu Islamin dhe muslimanët. Wa fatahta muazzam al-bilad ba'da sayyid al-mursalin. I ke çliru shumicën e shteteve pas vdekjes së pejgamberit alayhis salam. Wa kafalta al-aytam wa wasalta al-arham wa qawiya bika al-islam. Thot, wa kafalta al-aytam, I ke përqafu, si them, I ke mëshiru jetimet, ta përdor me një fjalë më thjesht. Po, I për kujdesin dhe jetimave. Wa wasalta al-arham, I ke tregu interesim të madh për lidhshmërinë e familjeve. Wa qawiya bika al-islam, me ty është forcu Islami. Wa kunta lil muslimina imaman mardiyan wa hadiyan wa mahdiyan. Ishe për muslimanët një imam I dashur, I qetë, po edhe udhëzues, po edhe simbol I forcës. Jama'ata shamlahum, I ke bashkuan grupacionet në një vend. Wa aghnayta faqirahum, I ke pasuru të varfrit e tyre. E kështu me radhë, assalamu alejke wa rahmetullahi wa barakatuh. Dhe në fund e përfundon me këtë fjali, pra assalamu alejke wa rahmetullahi wa barakatuh. Pastaj thot, masi të përfundon me këtë, thumma yad'u li nafsihi wa li walidayhi wa liman awsahu bid-du'a wa li jami'il muslimin. Pastaj bën lutje për veten, për prindërit e tij, wa liman awsahu, ata që I kanë dhënë manat, I kanë dhënë porosi, lutesh për mua, bid-du'a wa li jami'il muslimin wal mu'minin, dhe për të gjithë muslimanët. ثم تقف عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم كالأول.
Pastaj sërish kthehesht te koka e pejgamberit alayhi salatu wassalam. فيقول dhe thot اللهم إنك قلت وقولك الحق ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Edhe lexon këtë ajet. وقد جئناك سامعين قولك التاعين أمرك مستشفئين بنبيك إليك. Pasi ta lexosh këtë ajet, thot ne o Zot, kemi ardhur duke ndëgju fjalën tënde që e tha pra në ajet, të bindur dhe duke kërkuar ndërmjetësimin e pejgamberit tënd. Allahumma rabbana ighfir lana wa li abaina wa ummahatina wa ikhwanina. O Zot, na fal neve, na I fal baballarët tanë dhe nënat tona, vëllezërit tonë alladhina sabaquna bil iman, që kanë vdekur para neve me iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ويزيد ما شاء ويدعو بما حضرته ويوفق له بفضل الله تعالى. Pra dhe lutet me çfarë të dëshiroj edhe me lutje tjera. Thumma yati ar-rawda, të pastaj është mirë që të kthehet në rawda, wa yusalli ma sha'a wa yad'u bima ahabba wa yaktharu min at-tasbih. Përsëri kthehet në rawda. Sot praktikisht kjo është e pamundur. Për shkak të restriksioneve që I kanë bën edhe pushteti atje, ndoshta me arsye apo pa arsye, është problemi aty, ne unë nuk du të ndalem në to, po përshëndetesh me pejgamberin, me Abu Bakrin, me Omerin, pastaj përsërit kthehesh te pejgamberi, te koka e pejgamberit, sot është absurd. Pa pastaj përsërit kthehesh në rawda, kjo sot është e pamundur. Tash sipas informatave që I kemi, atit në rawda shkohet vetëm me termine. Paramendo tash, kur t'japin njerëzit termine për me ofru te pejgamberi, që atëherë duhet shkosh, pse për ndryshe nuk mund të shkosh. Thumma yustahabbu an yakhruja ila al-baqi fayati mashahid wal mazarat khususan qabr sayyid ash-shuhada al-Hamza. Shuhada Hamza. Masi ti bëjsh zjaret të vorri pejgamberi alayhis salam, ta vizitosh pejgamberin alayhis salam, Abu Bakrin, Omerin, preferohet, pra është mustahab të shkohet në Jannatul Baqi, janë varrezat të afër xhamisë pejgamberit dhe të vizitohen edhe Jannatul Baqi. فيزور العباس والحسن بن علي وبقية آل الرسول. Ne viziton Abbasin, Aliun, Baqiyatu Ali Rasul, pjesën tjetër të familjes pejgamberit alayhi salatu wassalam, ويزور أمير المؤمنين Uthman ibn Affan وإبراهيم ابن النبي. E bën ziyaret Uthmanin radiallahu anhu, Ibrahimin djalin e pejgamberit alayhi salam, وأزواج النبي وعمته صفية والصحابة والتابعين. Këtë këto shka janë Jannatul Baqi, nëse ka mundësi me I bë ziyaret, sot nuk ka mundësi praktikisht, po ki përmend. ويزور شهداء Uhud, pastaj e viziton edhe shuhadaut Uhudit, in tayassara yawm al-khamis fa huwa ahsan. Nëse ka mundësi që këto ziyaretet I bën ditën e ejte, është më e mirë. فيقول السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ويقرأ آية الكرسي. Në Uhud, se tani po thojnë se nuk është bidat. Kur shkosh në Uhud, I përshëndet ata që janë aty, bima sabertum, sepse bëhet fjalë për dëshmorët, bëhet fjalë për luftën, dhe lufta nuk mund të bëhet pa sabër. Dhe ç'a duhet me bëhet aty? Wa yaqra ayatul kursi. E lexon ayatul kursi. Është Kur'an.
wal ikhlas 11 marra. Surën Ikhlas, kul huwallahu ahad 11 herë. O surët Yasin in tayassara. Nëse ka mundësi ose e din përmes ose ka kohë, i vjen lehtë, nuk i vjen ran, me lexu edhe surën Yasin. Yahdi thawabe dhalike li jami'i shuhada. Pra, ka një dallim, keq përdorimi është ky. Kurani nuk lexohet për të vdekurin. Kurani lexohet për të gjallët. Sevapi i fituar nga Kurani i dhurohet të vdekurit. Nuk lexojmë në Kur'an për vdekjen. Se ka dallim, kjo është manipulim, nuk ban të lexohet Kurani për të vdekurin. Po edhe unë pajtohem, sepse Kurani nuk lexohet për të vdekurin. Po pra, por leximi i Kur'anit, sevapi i fituar nga leximi i Kur'anit i dhurohet të vdekurve. Dhe kjo është gjaiz bittifak ulema, është e lejuar, madje edhe në ibadet, edhe në namaz, edhe në agjërim, edhe sadaka, sevapin që ke fiton nga veprimi, ke të drejt, pra nuk mund të falësh për babën, për nanën, për vllaven që ka vdekë, s'mund të falësh për atë. Por ti mund të falësh 2 rekat, namaz nafile, dhe sevapin e fituar prej këtyre 2 rekatëve t'ia dhurosh babës edhe nanës edhe vllaut apo kushdo tjetër. Kjo është tjetër procedurë, falja për të vdekurin është diçka tjetër. Leximi i Kur'anit për të vdekurin, nuk lexohet Kur'ani për të vdekurin. Lexon i gjalli, sevapët e marra, sevapët e fituara nga këto sure, thot autori, qoftë Ikhlasi, qoftë Ajetul Kursi, qoftë Ikhlasi 11 herë, qoftë Yasini, qoftë ndonjë sure tjetër që është pjesë e Kur'anit. Wa yuda thawabu dhalika li jami'i shuhada. Sevapin e fituar prej këtij leximi i adhuron të gjithë dëshmorëve, shahidëve që janë në atë vend. Wa man bi jiwarihim min al-mu'minin. Edhe ato që janë përreth tyre nga besimtarët. Wa yustahabu an yati masjid Quba yawm as-sabt aw ghayrihi wa yusalli fihi. Është mustahab pas Uhudit, vizitohet edhe ditën e shtunë, nëse ka mundësi, xhamia e Kubas, që është xhamia e parë e ndërtuar në rrezullin toksor pas Bejtullahit, dihet. Po prej njeriut është xhamia e parë. Wa yaqulu ba'da du'a bima habba. Edhe këto i fal 2 rekate dhe ban yad'u bima habba, ban lutje me çfarë ai të dëshiroj, edhe pse ki bjen disa lutje, po këto nuk janë gjithmonë fikse. Pas lutjeve që i ban në Mesjid el Quba, pra në xhamin e Kubas, që është që thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, është ata që e vizitojnë xhamin e Kubas, shpërblimi i tyre është i barabartë me një umre. Ata të cilët e vizitojnë, sepse është xhamia e parë, tham, është xhami i ndërtuar para xhamisë së pejgamberit alayhis salam, që është në Medinë, dhe e dim historinë e saj gjatë emigrimit se si ka ndodhur. Pastaj ka mundësi të viziton edhe monumente tjera të përfatkeq që i kanë zhduk, i kanë humb shumicën e tyre, por të vizitohen gjurmët ku ka lëviz pejgamberi alayhis salam, gjurmët ku kanë lëviz sahabët, që në aspektin historik të dijen, nuk është punë e keqe, është punë e preferuar, dhe me vizitën e xhamisë së Kubas, autori përfundon edhe librin e haxhit sipas asaj që e ka radhitur në veprën Maraqi el-Fallah, Sharh Nurul Idah, Imam Shrumbulali. Allahu e mëshiroft, Allahu e gradoft me Jannatul Firdaus, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.